Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatis cupcake brownie. Atëherë, për këto cupcake kam 115 gram i kam çokoladë të zezë, 285 gram i kam gjalp, 200 gram i kam sheqer kaf, kam 3 kokra vezë në temperaturë ambienti, do përdor pastë vanilje, 1 lugë çaji, 150 gram i kam miell, 30 gram i kam kakao, 100 gram i kam ara, të cilat unë i kam thërmuar dhe pak krip. Këto janë përbërësit që neve do përdorim. Si fillim do fillojmë me gjalpin. Gjalpin do ta fus në mikroval bashkë me çokoladën që të shkrihet. Si fillim do t'i vendos për 1 minutë. Do t'i vendosim për 1 minutë dhe do ta shikojmë, nëse nuk ka shkrirë mirë gjalpi ose çokolada, mund t'i vendosni edhe 30 sekonda të tjera. Pasi kam shkrirë gjalpin me çokoladën në mikroval, i kemi shkrirë shumë mirë, do shtojmë sheqerin. Do shtojmë sheqerin e do ta trazojmë sa të shkrihet edhe sheqeri. Pasi kemi tretur shumë mirë edhe sheqerin, do shtojmë kripën. Në përgjithësi shtojmë 1 majluge me krip, nuk është nevoja që të shtojmë sasi të madhe. Do shtoj vezët. Vezët do t'i shtojmë 1 nga 1. Do shtojmë dhe 1 lugë çaj me baking powder. Shtojmë vezët 1 nga 1 dhe i trazojmë. Nëse dëshironi, vezën mund t'i rrihni tek tasti më vete dhe pastaj ja shtoni brenda. Po njësoj është. Kemi rrahur shumë mirë edhe vezët. Ne do fillojmë do shtojmë avash avash mielli. Te mielli shtojmë baconin, shtojmë edhe kakaon. Do t'i kalojmë në sit, gjithmonë kur bëjmë ëmbëlsira, kemi thënë mielin e kalojmë në një sit. Por, kur përdorim edhe kakao, edhe baconin, do t'a kalojmë përsëri, sepse po ta shikoni ka goxha kokriza. Nuk mund ta shtojmë direkt. Në këtë mënyrë. Dhe vazhdojmë me trazojmë sa të përfundojmë të gjithë mielli. Do ta punojmë për disa minuta me rasen e vezëve. Mund ta përdorni dhe rase elektrike pa problem. Në momentin që shikojmë që trashet dhe nuk kemi mundësi ta rahim më me rasen e vezëve, atëherë mund të merrni spatulën. Pasi kam shtuar të gjithë mielin, do shtoj vaniljen. Do shtoj edhe arat. Arat i kemi coptuar tham. Do t'i bëjmë trazimin e fundit dhe vanilja të shpërndahet gjithandej, por dhe arat. Atëherë pasi kemi bën trazimin e fundit, do marrim format e cupcake-ut dhe që të ndihmohemi dhe mos të na derdhet, ose përdorni qese pasticcerie, ose përdorni një gotë që përdorin në kuzhinë, gotë gatimi. Matse më saktë. Dhe me enën matse do shtojmë te format e cupcake-ve nga brumi i cupcake-ut, brumi brownie. Dalin vërtet shumë të shijshme. Ju sugjeroj t'i provoni. Kam për t'i pëlqyer vërtet shumë. Po ta shtojmë të gjithë brumin dhe do mbushim format.
Kam shtuar brumin të gjithin në forma. Fura e para ngrohur kemi thënë gjithmonë, do t'i pjekim 180 gradë për 20-25 minuta. Cupcake-ët e mi brownie kam përfunduar, dalin me të vërtet super të shijshëm dhe të veçantë. Provojni se kam për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.